na nuk flasim ju dy me mu, nuk flasim nër mje veti, po flasim ata që na shohin. Unë po kuptoj, është e qartë për shkak të përfaqësimit në kuvend. Megjithatë, a është mesazhi i qytetarëve që për çështje të tilla ku kërkohet më shumë vota se sa ato që mund t'i ofroj lëvizjave të vendosje vetme, duhet bashkëpunim dhe rrjedhimisht i bie që për presidentin bashkëpunohet. Pse? Sepse pa opozitën as kurti nuk mund ta bëjë presidentin. Nuk është e vërtetë. Dhe nëse nisen me atë fjalin që e that ju pak më parë, i madhi o shefi, po besoj që kështu nuk kanë me arrit me u marrë vesh. Po jo, edhe njerë po them, i madhi, kuptimin figurativ po e them, që është lëvizja vetvendosje, nuk ka faj, nuk ka shka me bo ma tepër nëse këta të vegjlit, kuptimin për thëmë qaqë sa kanë fitu vota, nuk bashkëpunojnë me këtë madhin që është shefi, faktikisht për mi formu institucionet prap këtë rast. Nuk është problem parlamenti, sepse vetvendosja i ka votat. Nuk është problem që do ta kemi qeverin kurti 4. Mirë, po problem është presidentje. Nëse këta të vegjlit, sepse të vegjel do të qytetarët e Kosovës kanë votu që ata të jenë numra ma pak dhe po i quajnë të vegjel. Nëse shantazhojnë këtë madhin, këtë shefin që i bje lëvizjen vetvendosje, na nuk kemë qa me filozofu këto, kuptimin për thëmë shumë të mirë, shkojmë drejtën zgjedhje të përsëritura. Mirë po, ky qytetari i Kosovës, populli i Kosovës, ata që i votojnë, e qenë alfa edhe omega, e gjithë lëvizjeve politike, do të strukturave politike, madhësisë së partive politike, do t'i ndëshkojnë këta të vegjlit që gjithmonë po humbin përsëri, sepse kush logjika, thjesht me dojtë do 3-4 muaj në zgjedhje. Edhe gashi humbi mira vota këtër. Po jo, nëse vetvendosja i humb të gjitha, edhe mbetet me 10 deputet, edhe këta mesin dikush me 5 deputet, dikush me 3 deputet, dikush me 1 deputet, prap lëvizja vetvendosje fiton. Unë për thjesësoj aqë do të të uli nivelin tim për me thjesësu për ata që na shohin. Kushdo që ka ma tepër, 1 deputet me pas ma tepër, a është fitu si zgjedhjeve. Edhe ky fitu si zgjedhjeve. Kur ka, themi kështu, kur këto partit humë se janë tepër largë, nuk mujnë me shantazhu me nej dur kryq, mësë me bo bashkë kur gjë heq, mësë me pas as tentativa në kuptimin shumë të letë. Me thonë, unë po të votoj ty, do thotë, natë kemi ty, do thotë si kandidate për presidente, partia tjetër me thonë blendin e kem kandidat për president, edhe atër lëvizja vetvendosje është në potet që me thonë po, apo me thonë jo. Mirë, po s'mun është mja mohu dikuj, se lëvizja vetvendosje ta ketë edhe kandidatin e vetë. Sepse po i bie, sa ma shumë humë, në vota po i bie që je, do të të përcaktu si asaj qëfar do të kemi fatin tonë politik pas zgjedhjeve, po themi këtë rast të 7 qershorit. Fatin politik e vendosin partit e mdhaja, mirë, po për shkak sistemit ne politik që e kemi të zgjedhjeve, do të të është e pa mundshme, pa ndryshu kushtetuta jonë, që të shkojmë do të që një parti politike, derisa nuk i fiton 80 deputet, derisa nuk i ka 80 deputet, që mos bashkëpunojmë me partit e vogla, mirë, po partit e vogla. Nuk mund të shantazhojnë dikan me thonë, na e dojmë, thjesht me thonë ty, o e dojmë Doruntinën, o blendin president, o shkojmë në zgjedhje. Sepse në atë situate, kemi pa që Vjosa Osmani ka që dhe mesazhe të tilla, o bëhet presidente ajo, apo shkojmë në zgjedhjet parakoshme, që i bie krejt Kosova po sillet rreth një personi. A beson se ka me pas skenare tjera për dallim nga kjo që sa po e përmendet? Jo, Sepse, realisht, nëse do të jetë kështu që propozoni ju 2 emra dhe unë po e propozoj një, nga këtu jemi të qartë se vendi do të shkojë sërish në zgjedhje. Sepse, pikërisht për këtë arsye, për faktin se edhe lëvizja vetvendosje ka dashur që të dalë me kandidatin e vetë, për këtë arsye partitë opozitare nuk kanë propozuar. E njëjtë po besoj që nuk do të propozojnë sërish. Këto parti opozitare, të thotë që po të kuptojone, që po kërkojnë që lëvizja vetvendosje mos të ketë kandidat fare. Po, edhe që këto faktikisht dikush prej partive, gjitha ndoshta kanë një kandidat përbashkët, apo si cila parti, të thotë themi partitë opozitare, për piquj kështu për mu kuptu çfarë po them, atëre bie që mund vjen edhe një marrëveshje e tillë. Por nëse vjen një marrëveshje e tillë, është veç mshira e lëvizjes vetvendosje për m'ia dhënë rastin do thotë këtyre partive që të propozojnë president, po jo pa ja ditë emrin dhe mbi emrin mund të jetë i partive tyre, nëse merren vesh që të ketë president partijak. Nëse merren vesh që të ketë president, propozuar për president, jo partijak, atëre bie që do thotë janë fushave tjera, do thotë janë shoqëri civile apo të tjera. Dhe nëse lëvizja vetvendosje pranon këtë, i bie për shkak të mshirës ndaj partive politike opozitare, por ajo që nuk është mshirë, por që është do thotë e tregon edhe një herë që është për shtet,
Edhe sigurisht që nësë është kandidati adekuat, unë nuk shoh arsye që mos të votohet dikush që nuk është i lëvizjes vetëvendosje, i propozuar nga partitë opozitare, pra po e them, një parti, dy parti, tri parti, ta propozojnë një person, edhe atë lëvizja vetëvendosje nësë është personi adekuat me siguri që e voton, që mos kemi prap blokad të tillë politike, edhe të shkojmë pas 3-4 muajve prap në zgjedhje që prap vim situatën e njëjtë sikur që jemi tani. Mirë, Gashit, flasim pak për skenaret e mundshëm, sepse gjatë